Me mbroma të dashur pacient, jemi përsëri në Tru Podcast, në kohën e fushatës. E dini që ju ka lodhur politika, e di që ju ka lodhur Sali Berisha, Edi Rama për plasjet mes tyre e gjitha me radhë. E di që doni të shikoni podcaste më sociale e gjitha, por jo, sepse në fushat gjithë duhet punojmë për të hequr një të keqe, një kancer që e ka kapur Shqipërinë. Në çdo lloj metastaze të mundshme e ka lëshuar kundrejt shoqërisë shqiptare. Ne si Tru Podcast, ju dini shumë mirë që jemi promotor të figurave anti-establishment, pra në thelb të opozitës. Kjo nuk do të thotë që nuk marrim dhe njerëz me vlera nga e majta, sepse ka të mbushur e majta me njerëz pa fund me vlera, por që i eklipson Nocë Rama ose Mbreti Diell, siç e njihni juve ndryshe me etiketimet tona. Sot kemi të ftuar një kandidate, një grua, një zonjë grua, një profesoresh, një pedagoge të PD-s dhe të Aleancës për Shqipërinë Madhështore, e cila është një njeri super i thjesht, një njeri që nuk trumpetohet nëpër media ose të hedhë para për imazhin e vet. Nuk e bën sepse është kundër parimeve të veta. Ndoshta kjo është një lloj strategjie e gabuar, por ndoshta është edhe strategjia për t'i vajtur më afër elektoratit, për t'i treguar që unë jam një lloj si juve. Edhe zonja në fjalë është Lili Sula, pedagoge e nderuar. Lili, mirë se erdhe në podcast. Faleminderit për ftesën. Trego e lirshme këtu është bisedë, nuk është intervistë. Edhe ato fletët që ke marrë aty nuk është se do të duhen. Janë të dhëna teknike që mund na shërbejnë. As nuk do të duhen fare, më beso shpenin për këtë pjesë. Ja. Si ke qenë një radhë parë? Mirë, me fushat në terren, me takime si me qytetarët, me banorët, me mësuesit, të cilët takojnë dhe shprehin shumë shqetësime, por janë thuajse të frustruar për të mos bërë qoftë edhe një foto publike ose për të mos e postuar të paktën. Dhe kjo më dhem, të them drejtën, sepse duke qenë në fushën e arsimit, e universitetit, kontaktet më të para dhe më të afërta i kam me fushën time, me hapësirën time të arsimit. Mësuesit sot janë jo të keq trajtuar, por të shtypur me këmbë, të depresuar, kur i takon dhe të flasin për trajtimin politik, për sallat që mbushen me nxënës, me student, me figura të mësuesve, për sistemin SMIP që duhet të plotësohet, kanë apo s'kan ato një pajisje laptop ose një kompjuter, se nuk ka për detyrë ta ketë çdo mësues një pajisje elektronike, duhet të plotësojnë sistemin SMIP gjithë punën e ditës që bëjnë me fëmijët ta mbushin në kohën e pasdites, pra të marrin kohën e familjes, të formimit të vet, të argëtimit të fëmijëve e tjerë. Kur po kështu shikojnë që trajtimet profesionale, këto që po bëjnë tani trajnimet e mësuesve, janë formale, janë vetëm një letër, një karton në dorë dhe nuk janë fare shënjues i përmirësimit të cilësisë së mësimdhënies ose të përmirësimit të aftësisë së mësuesve. Pra, i shikon kaq të lodhur, të kthyer në burokrat të tipit kafkian, të cilët mbushin letra dhe nuk kanë më kohë për mësimdhënie dhe t'i kushtohen procesit të mësimdhënies, por kaq edhe të diktuar nga patronazhisë, nga drejtoresha etj. Ti kupton që ky sistem është rrënuar, zhbër, është thuajse i zhbër. Rezultatet e testimit PISA, siç edhe dihen publikisht, kanë treguar këtë gjë. Kjo është situata në fakt në terren. Siç nga ana tjetër kam takuar miq, shok, më kanë takuar pjesë të misive të mia të hershme të shoqërisë, të fasha asnjanse, të cilët janë shumë pak kënaqur me këtë qeveri prej 12 vitesh, kanë refuzuar të votojnë, ndërkohë ndoshta 2 mandatet e fundit dhe tashmë thonë do të mbështesim, do të votoj, madje jo vetëm unë, po edhe im shoqë ose dhe motra ime, kemi biseduar për ty. Janë biseda të ngrohta që të japin kuraj, të jep kuraj, po kështu shumë situata përtej dramatikës ku ndodhen gjithë fushat tona të shtetit, pra të partisë shtet, për të vijuar, për të takuar më shumë, për të bërë sa më shumë vota. Shikoj, që ti e ke të vështirë, si çdo kandidat i ri që hyn, e ke të vështirë. Për një arsye. E para sepse nuk janë start barabart. E dyta se nuk ke të alokuar fonde që të duhen për fushatën, sepse duhet dikush t'i alokojë ato fondet. Edhe një fushat në Shqipëri tani më është bë minimumi 300.000 euro duhet të kesh më njanë, që të bësh fushat frontale. Sepse ti ma the edhe që parë kur shkëmbyem fjalë në kafe, që ti e përfaqësuese në gjithë qarkun. Që do të thotë ty të kap gjithë qarku Tiranës, përfshi dhe ka vajin e gjitha me radhë.
që do të thotë ti duhet të jesh prezente kudo, po ti fizikisht nuk mund të jesh. Se 24 orë ka dita, 16 orë janë valibël, se 8 orë do t'i bësh gjumë dhe ti. Dhe ty të duhet 1, 2, 3, 4 aksese, grupe pune, gjitha me ratë, të fund ditës po i pagun tjetrit kohën. Ti nuk e ke atë lloj gjoje, siç nuk e kanë shumë kandidatë tjerë. Por e kanë disa kandidatë të cilët vinë nga jeta politike, e kanë si thua azhurnimin e radhës, abonimin e radhës, që e kanë një lloj struktura. Kjo është e shëndetshme apo pa shëndetshme në spektrin tënd? Duhet ma përmbledhësh. Po, shumë shkurt do të mundohem. Në këndvështrimin tim, këndvështrimet janë të ndryshme, domethënë. Në këndvështrimin tim është e pashëndetshme sepse je në një garë ku ke shumë konkurrues, me të drejtën e tyre të gjithë konkurruesit, ne jemi 30 disa persona në të njëjtën fushë luajmë. Është e shëndetshme në kuptimin politik që ne jemi për të mbledhur sa më shumë vota për Partinë Demokratike, për bërë rotacionin historik, pra për aleancën për Shqipërinë madhështore. Por të gjithë lojtarët, ose po i them në mënyrë figurative, kandidatët pra nuk janë në të njëjtin start, sepse disa vinë me një përvojë nga parlamenti, për cilën kanë një komunitet të tyre elektoral ku kanë dalë deputet, disa të tjerë si puna ime dhe shumica janë si unë, domethënë që vim pa përvojë elektorale, pa përvojë terreni të drejt për drejt ku ti jesh votbesuar dhe ke marrë një herë një mandat dhe tashmë gjendesh në këto kushte për ta fituar këtë mandat. Sigurisht që qarku i Tiranës është shumë i gjerë, shumë i shtrirë. Pra fillon nga Shëngjergji e Dajti e kalon këtej nga Kraba për të vijuar me Rogozhinën dhe Kavajën dhe Vorrën e tjerë. Unë i kam prekur të gjitha si një herë të parë, një xhiro të dytë, por ndodh edhe diçka tjetër në terren dhe ju duhet ta dini sepse në këtë realitet jetojmë. Ka shumë njerëz që të japin fjalën dhe pastaj thonë jo të lutem mos ndjen presion, janë të presionuar ose kanë një farë shtypje, kushtëzimi për ta dhënë diku tjetër. Për shpirt do votoja për ty dha, po. Ma kanë thënë edhe këtë po s'desha ta them. Jo, shumë e mirë, unë për ty do votoja, po ma ka kërkuar filani se kështu një nder, se ashtu pra. Ne jetojmë në një situatë jashtëzakonisht të rëndë në kuptimin politik të fjalës. Dhe kur themi politik, mos duhet kemi asnjë ndrojë ta pranojmë të përmas dhe ta bëjmë të qëndësishme tek vetja, ta bëjmë aktive. Homo politicus është një nga përmasat që ka shoqëruar që në antikitet çdo njeri, aq më tepër çdo individ, çdo intelektual, kemi përgjegjësi. Unë futa dhe u bëra aktive në Partinë Demokratike në kohën e saj ndoshta më të vështirë, jo në kohën më të mirë. Edhe pse komoditetin tim si pedagoge, si profesoresh në të fakultet, sigurisht që do të po vijoja normalisht rrugën time në profesion. Por vjen një moment kur bie alarmi dhe ti thua po nuk mund të shkojë direkt këtu deri në zhbërje, ku vlerat demokratike janë kapërthyer dhe janë bërë antidemokratike, por thuhet që ti jeton në demokraci. Pra kur ti shikon që të zhbëhet arsimi, shëndetësia, drejtësia, Tirana të shformohet dhe të deformohet dhe ti nuk ke asnjë pikë reference qytetare, artistike, identitare për një qytet, për një kryeqytet, për një shtet, por edhe për një komp, se është kryeqytet, ti atëherë kupton prit se edhe un kam një përgjegjësi dhe un jam një njerëz që mund të angazhohem politikisht pak më fort, pak më aktivisht. Kjo ka qenë në një farë mënyrë ky rrugtim që tashmë ka ardhur në këtë pikë të kandidimit tim në listën e hapur si kandidate për deputete e Partisë Demokratike. Cili është pikësynimi ju në këto zgjedhje? Sigurisht që çdo kandidat të pyesësh do thotë që un kam si synim të fitoj, po synimi kur je në garë është të fitosh. Kjo është. Jo, pikësynimi që shikoj. Ti je intelektuale, e di shumë mirë vështirësinë e garës, e di shumë mirë pislliqet, më thonë za, që bëhen brenda kandidatëve, le të tregojmë transparent tash. Armiqt brenda, kundërshtarët jashtë. Por unë mendoj për shkak po ti isha në vendin tënd, ose në vendin e shumë djemve të rinj, që kanë do veja të maksimizoja votet e mia. Pse? Pse do të maksimizoja? Kur ti vetë nesër kryetari dhe them ok, unë s'kam dalë bla, po unë kam 3000 vota, 4000 vota i kam unë. Nuk do ta bëj këtë gjë që të shkoj te kryetari dhe them unë nuk e bëj dot. Nuk më Jo, që shikoj, politika është imponim. Jam dakord me kjo pjesa. Doktor Berisha ju imponua përsëri demokratëve, pasi Basha e përçau partinë. E degeneroi, e denigroi, është fiks degenerim. Ajo që i ndodhi Partisë Demokratike, kur ke marr pjesë edhe ti, edhe unë bashkë me ty, ditët më të vështira. Po, dhe pjesë e departamentit të arsimit kam qenë, edhe pse nuk u mblodh 4 vite, nuk u mblodh asnjëherë. Kurse unë një herë që është vajtur te politika sociale, u fol për pensionet që atë ditë s'kam vajtur më, kupton, vetë të flas në një parti gjatë për pensionet, vetë për startupet, unë kam startup, s'është folur ndonjëherë për startupet, është folur për pensionet. Pensionisti
mretit ka për t'ia thënë, se i arriti me 4.000 lekë në 8 vjet. Pikësynimi është ti të maksimizosh, që do të thotë ti të bësh faktor. Edhe unë këtë e kam nga mentor politik që kanë eksperiencë politike. Pra, gash, qëllimi i parë është ti të maksimizosh votën. 4.000 vota, 5.000 vota, 6.000 vota, janë 6.000 veta. 6.000 veta duken shumë pak si numër në raport me 2 milion, po 6.000 veta ti mbledhesh në një sallë është shumë. E aty e kupton sa shumë janë 6.000 veta. Dhe 6.000 veta ti thuash ti zotërisht, shikoj se unë ty ti kam qenë në sport. Pra nuk ka se do bësh pazar, po ty t'ia vendosesh në dieni, sepse këta të mëdhenjt vjen një moment që kur vjen gazela në tavolinë në sofër, e harrojnë se kush e solli. Cilat janë luaneshat, nuk gjuan Luani. Luani ripret, haj pari. E kuptoj. Han luaneshat, e godasin ato prend, e sjellin tavolinë. Për mendimin tim, ky duhet të jetë pikësynimi jot. Të maksimizosh votat. E kam si pikësynim, padyshim, që prandaj thash që synimi i çdo kandidati është fitoj, por si fitohet duke maksimizuar votat, pra duke marrë sa më shumë vota. Por të them të drejtën, ndoshta edhe për shkak të profesionit, të fushës ku jam, ndjehemi kënaqur sepse nuk ka një mësues, një edukator, një pedagog që thotë nuk të mbështesim. Dhe kur mua më mbështet një mësues, do të thotë që një pjesë e madhe e prindërve të mbështesin, sepse ti ke mësuesi ka fëmijë të cilët i ka në klasë. Dhe kur unë bisedoj me prindërt, është përsëri e njëjta përgjigje, e cila vjen si shqetësimi i prindërve për katastrofën aktuale, po prej disa vitesh, të paktën 10 vitesh ku ndodhet sistemi arsimor, për sigurinë në shkolla që nuk ekziston, për fëmijë që konfliktohen, plagosen, madje vriten në mes të Tiranës. Pra, unë shikoj këtë lloj ndjeshmërie që njerëzit kanë shumë nevojë për rotacion, kanë nevojë për ndryshim, për ta larguar, për ta shporrur këtë qeveri dhe këtë parti shtet që është. Por ka edhe një realitet tjetër, realiteti që në këtë betejë, po themi në kuptimin metaforik, nuk jam vetëm unë, ka dhe 30 e sa të tjerë lojtar, po themi ose kandidat. Lojtar në kuptimin e figurativ. Lojë është politika o Lili. Unë se kam konsideruar kur lojë dhe më besoj që duhet ta konsiderosh dashur. Për votat me kaq mi vota, pra si një sport në këtë kuptim me vota, unë nuk e bëj dot, nuk e kam konsideruar kështu politikën. Dhe thash kjo është lojë, domethënë shkosh dhe thuash unë kam kaq vota. Kushdo mund të shoh rezultatin, por unë besoj që rezultati im do të jetë i lartë. Por rezultati mund të jetë jo kaq i lartë saç unë do të pretendoj ose saç do të ishte i kënaqshëm për një vlerësues të rezultateve të. Por kjo s'do të thotë që puna ime ose aq kontribut saç kam pasur, aq angazhim nuk është i mjaftueshëm ose nuk është i vlefshëm dhe që jo domosdoshmërisht duhet reflektuar në numër vote. Pra, ka persona që janë shumë të terrenit, siç ka persona që janë të një dimensioni tjetër, që kryen shumë mirë një angazhim tjetër me një grup pune, me departamentin e arsimit, bëjnë deklarata politike në kuptimin që i ndjekin këmbakëmbës politikat e arsimit, krijojnë aktivitete, seminare, por edhe kështu tryeza të profesionale të punës. Për arsimin unë mbaj mend që ti ke mbajtur tryeza, ke krijuar tryeza. Po, kemi krijuar tryeza. Po tani unë mbaj mend vet, nuk është se po ta bëj dhurat çok për fushat. Është një gjë që mund të futen njerëzit tek faqja PD-s-et e ty të shikojnë që e kryetare tryezës për arsimin, për katastrofën arsimore që po ndodh, është bomba atomike që ka ndodhur në arsim, mirë neve se në çfarë sistemi po jetojmë arsimor. Edhe mirë ata prindërit që çfarë po i çojnë fëmijët. Po të më pyesësh mua, vi vet nga bota e arsimit është krop, është Chernobyl, është Kartagjen, është kriposur toka, nuk besoj se duhet me ndru tokën që të nxjerri pra filiza. Po pak rëndësi ka, do jetë në një intervistë tjetër gjithë pjesa e arsimit. Ideja është këtu. Ti në radhë parë duhet ta shikosh si lojë, sepse është lojë. Në radhë dytë, të gjithë ata njerëz që ty duket sikur suportojnë, mund të jenë edhe duke të bëj qefin. Po, padyshim, po. E treta, ka xhelozi. Pse ka xhelozi? Ka xhelozi sepse nuk e do një grua konservatore që është familjare, që nuk e ka punë të parë politikën, po punë të parë ka profesionatin, a kupton? Po. Sepse shumica e partive politike ka njerëz pa punë. Mika. Po, e di, patjetër. Ja, pa punë, çfarë bën ti? Punoj këtu në parlament. Ku jete te Partia Demokratike do bën drejtor. Apo te Partia Socialiste gjithë me radhë. Pra, ti e ke këtë lloj gjoje, por kjo lloj dobësie në thonjë se ajo, ja, mund të kthehet në pikën tënde më të fortë. Dhe unë kam një pyetje për ty, po është hipotetike, sepse më pëlqen nga që je intelektuale, inteligjente, më pëlqen të bëj pyetje të vështira. Nëse Lili nuk do ishte në listë, ku do jepte votën e vet? Do jepte votën tek njerëzit që i ka parë më para në politik, apo do të jepte Shpendit që është figurë e parë? Një.
E dyta, pse? Du argumentim pse jo, pse po. Dhe e treta, vajzë apo djalë do ishte vota jota. Ta fillojmë nga e para se nuk janë të lidhura në mënyrë. Po, s'janë të lidhura në mënyrë logjike. Po, logjike mirë. Unë besoj se do t'ja jepja një grua, një zonjë votën. Sepse jam e bindur duke qenë edhe vetë në këtë periudhë në politikë që fuqizimi i gruas i bën mirë politikës. Aq më tepër politikës shqiptare që është një politikë e egër, politikë burrash, por një politikë e egër jo thjesht në kuptimin politik të një partie, domethënë të Partisë Demokratike, të Partisë Socialiste, jo në këtë kuptim. Në kuptimin e realitetit kush ka ta ndisur Shqipëria jon. Domethënë është kam provuar dhe diçka tashmë në terren që gratë janë zonjat janë shumë bashkëpunuese në fushata. Un kam një grup të mirë zonjash, vajzash të reja që bashkëpunojnë me mua kurse burrat edhe vinë në takime, por edhe bëjnë bishte dhe nuk vinë në takime. Do të thotë, po janë shumë konformistë ndoshta burrat, kurse gratë janë shumë të qëndrueshme në ato që duan të bëjnë dhe e çojnë punën deri në fund. Grupi i punës në zonën 10 dhe në zonën 3 dominohet nga zonjat, dominohet nga zonjat të reja dhe vajzat Woman power. Po, woman power. Ishte madje një konferencë para 2 ditësh pikërisht për fuqizimin e gruas në rajon nga Partitë Popullore të Europës. Unë do mendoj sidomos nga këndvështrimi im tashmë, se çdo gjë është përvojë dhe nga përvoja shpesh njeriu nxjerr gjykime që në një moment tjetër mund të kisha nxjerr komplet në formë tjetër të paktën. Mendoj që do t'ja jepja një gruaje. Tani do të votojë padyshim Partinë Demokratike, sepse kam votuar gjithë jetën si subjekt Partinë Demokratike dhe edhe babai im dhe familja ime, por dhe familja nga im shoq padyshim do votoja këtë. Tani nga kandidatët se do të zgjidhja. Pak e vështirë është, por e di që krijohet një të paktën në këndvështrim tim, unë nuk e zgjedh dot që në fillim, por duke i parë kandidatë, duke të parë edhe arritjet që kanë pasur ndër vite, duke parë një qëndrueshmërinë që kanë pasur me këtë regjim. Më besoni që ky është një regjim shumë i egër. Dhe si një regjim i egër unë kam vlerësuar në këtë periudhë ato zonja, ato vajza që i kanë rezistuar me qëndrueshmëri, me gati si burnesha kësaj partie shtetë dhe kështu si shte sultanit ose Ramës në pushtet. Unë do ta vlerësoja shumë këtë gjë. Në lidhje me raportet intelektuale, praktike, politike, domethënë të këtyre treguesve, unë besoj që politika son nuk i bën mirë intelektualizmi ose tipari intelektual ose së të paku ashtu siç edhe ju parathat, politika jonë do ta mbaj pak si larg intelektualin e Mirfield, nuk është rasti im. Unë jam vërtet e vlerësuar, jam pjesë një departamenti shumë të rëndësishëm, do të drejtoj një departament shumë të rëndësishëm, por duke parë politikën në përgjithësi dhe këtë nuk e nxjerr si pjesë e Partisë Demokratike. Këto partia që është në pushtet e mban larg intelektualin dhe thith dhe mban brenda vetes vajzat të parsimuara, zonja të parsimuara në moshë të re, përgjithsisht pa përvojë profesionale për t'i përdorur siç edhe di dhe siç kanë dalë skandalet ashtu siç don pushteti për t'i përdorur. Kështu që zgjedhja ime në një listë të hapur të lirë do të ishte një gërshetim midis përvojës, qëndrueshmërisë dhe çfarë ofron vetë ky kandidat. Nëse një kandidat ka një përvojë shumë të mirë profesionale, por nuk ofron asgjë në kuptimin politik, nuk do të ishte i pëlqyeshëm për mua. Por nëse do të ishte i shkëlqyer në politik, por do të ishte pa punë dhe pa profesion, prap nuk do të ishte ndoshta zgjedhja më e mirë. Po diku duhet ta hedhësh votën ama. Po ja do t'i rishetoja të dyja këto. Një profesion, do thoni ju që koincidon me veten. Jo, nuk jam egoiste. Nuk jam egoiste dhe rrugëtimi im ka treguar që nuk jam egoiste. Duhet të jesh egoiste. Por këtë lloj gërshetimi do ta preferoja si një gjë harmonike për cilët të ruan nga shumë elemente të tjerë të cilët politika do i përfshin. Çaj mungon në këndvështrimin tënd Partisë Demokratike sot? Partisë Demokratike nuk e di çfarë i mungon në kuptimin konkret të fjalës. Çfarë do t'i duhej? Çfarë do t'i duhej më shumë? Sa më shumë mbështetje, sa më shumë njerëz që janë të lirë për të votuar, njerëz janë të lirë për të shprehur, pra liria e mendimit, e shprehjes së votës, qoftë kjo numerike, qoftë kjo dhe cilësore si shprehje. Shikoni se si janë ndryshuar opinionistët, mendimtarët, gazetarët shqiptar dhe e kanë kufizuar mendimin e vet vetëm në lajka dhe në. Ka mendimtar Shqipëria? Mendimtari quajta unë në një kuptim kështu pak. Ku që kanë këta mendimtarët? Se si kanë
duhet ketë, ka në një ndërto, domethënë në një tektuk. Ka ndryshuar gjithë rrjedhën e tyre të logjikës dhe të argumentimit të fenomeneve në Shqipëri për t'i shkuar për shtat pushtetit. Unë do doja që ky 11 majt mos ishte thjesht një votë numerike, të ishte një revolucion popullor. Dhe ndoshta fushata që ka filluar do doja ta merrte këtë lloj rrungaje, këtë lloj apo themi ere të fortë të krijimit të një revolucioni për ta hequr qafe më 11 maj Edi Ramën. Jo thjesht si një parti politike, por si një agent për të cilën është punuar ndër vite për ta shpërbërë kufit identitar të kombit tonë, për të shpërbërë arsimin dhe shëndetësinë, për të shpërbërë derdhe arsimin përmes disa ose ndjeshmëritë njerëzore, familjare, kombëtare, përmes disa agjendave siç kanë qenë këto të shkollave ku shkonin pjesëtar të grupeve të caktuara të LGBT-s e të tjera për të dhënë përvojat e tyre dhe për të bërë ndërgjegjësim në nxënës minore, në nxënës 12 vjeç, 13 vjeç, 14 vjeç. Ka qenë një agjendë e caktuar e gjithë kjo, për cilën fal Zotit, fal përpjekjes që kemi bërë shumë prej opozitarëve, fal Partisë Demokratike, fal fitores Donald Trump në Amerikë, sot për cilën jemi të qetë që nuk është më në linjën në Shqipëri dhe në Tiranë. Por nga ana tjetër kjo s'do të thotë që të mbetemi vetëm këtu. Shqipërisë i duhet dhe gjithë popullit ton i duhet të jetë shumë i kujdesshëm kur e hedh të votën. Mos ta shesë votën për një interes të vogël. Një interes i vogël fillon dhe mbaron pas disa ditësh. Është shumë e gjatë jeta dhe rrugëtimi i çdo individi dhe çdo familje. Unë besoj shumë në vlerat e lirisë, të fjalës së lirisë, të familjes dhe të kombit dhe për këtë arsye ndoshta jo vetëm unë, por edhe gjithë pjesa e Partisë Demokratike jemi konservatorë dhe i ruajmë fort, po jemi të bindur që këto e mbajnë një familje dhe një komb. Lili, kjo të bësh me pacient që ti thua është rritur çmimi i bukës, thotë do të ham molta. Ti thua ka vajt nafta 2500 lekë litri, unë 10000 lekë do t'i hedh. Është rritur çmimi i kafes, unë do pi kakao. Kjo të bësh me këtë lloj pacientësh, domethënë pavioni jon psikiatrik, Shqipëria e madhe. Ka pacient cilët vetëm përkeqësohen se ti vjen nga bota akademike, është fiksi te një nga novelat e shkretirës tartarëve Dino Buxhatit. Unë po kujtoja Solzhenitsinin me pavionin e kancerozëve, po. Ai është nga kati 7 kat par, ta vetëm përkeqësohen. Po. Do thuash ti është shumë e rëndë ky muhabeti që po bëjmë tani se kupton njëri kush është Dino Buxhati. Jo, Shqipëria po është kthyer në një pavion të smurësh. Kur flasim për arsimin, ne jemi të bindur dhe unë kam thënë publikisht që kjo qeveri e mban arsimin në errësirë, pra nuk është arsim dhe drejtësim i kombit, por është errësirë topitje e mendjes së kombit. Sepse dihet që diktaturat që në kohë të hershme faraoike e donin popullin sa më të paditur. Ignoranca është pushteti i diktatorit, duke mbajtur në ignorancë, pse Enver Hoxha mbyllte kufit, na linte me varfëri ekstreme, na linte me tollona, me kanale televizive me kohë të kufizuar, mos kishim mundësi për të parë për te, domethënë. Dhe sa fillonte në një emision nga italiani fillonte zhurmusi, kështu e mbaj mendun të paktën fëmijë, pikërisht për të pasur për mos pasur asnjë kontakt me botën e lirë. E njëjta gjë është edhe tani. Prandaj është më rrezikshme tani dhe unë thash, ne gjoja jetojmë në diktaturë, por përvojat sidomos e këtyre 3-4 viteve të fundit ka vërtetuar pikërisht të kundërtën. Jemi në një neodiktaturë dhe neodiktaturat, të cilat shiten si demokraci, pra gjoja jetojmë në një demokraci, po thoja, neodiktaturat që shiten si demokraci janë më të rrezikshme se diktaturat klasike. Në kohën e Enverit ti di që s'do bëje këtë dhe sepse futesh në burg, nuk do besoje në Zot, nuk do kaloje kufit, nuk do vishje këtë dhe atë gjë e të tjerë. Kurse tashmë thuhet që po, kjo lejohet dhe ti shikon një instrument tjetër për të cilën në mënyrë kështu kafkiane, buxetiane, siç thoni me shkretirën e tartarëve, ti gjendesh fajtor, por fajtor pa faj, siç thotë edhe vet Kafka, se s'ke bërë gjë në fakt. Kjo ka qenë historia edhe e gjyqjeve politike të këtyre viteve. Unë kujtoj ende sot profesorin dhe intelektualin e nderuar Jamar Maltezi, i cili është në gjendje arresti shtëpie. Pse? Për çfarë? Po kështu drejtuesi lideri i Partisë Demokratike, profesor Berisha, pse për cila ishte arsyeja që ishte ende pa prova dhe pa fakte. Berishën këta, më thënë se ai nuk e ka thënë kod jam Sali Berisha budallënj. Po, kam parasysh. Sali Berisha ka bë vetëm diçka, i ka treguar këtyre që janë baba. Po. Domethënë e nxori sistemin e drejtësisë cullak.
Po, kështu është. Cullak, 333 ditë e nxori Cullak. Domethënë bëri luftë sepse Berisha është luan që po e plagose të hidhet për të kafshuar, nuk të rrit tikën me vrap. Pra, kjo është situata politike në të cilën jemi neve. Prandaj me të drejtë thoni që janë të smur, prandaj dhe unë them që ky popull ka nevojë të shkundet, të zgjohet nga gjumi. Unë besoj se është zgjuar, sepse në takimet që kanë pasur edhe këto ditë, njerëzit e kanë kuptuar që Rama ka vetëm një merit, të ndërtoj imazhe iluzive të rreme. Do me thënë, atë që është bën, ai e bën sikur ka. Informacionet e mia. Në informacionet e mia dhe unë kam miqet nga e majta më thon, o gash, na kanë mbaruar gënjeshtra të burr. Po, dhe kjo e bukur që nga dhe kjo, kanë mbaruar gënjeshtrat. Na kanë mbaruar, nuk kemi çati gënjen, 12 vjet e gënyem. Tani ka ngritur gënjeshtrën e Bashkimit Evropian. Po, pikërisht, unë do t'ju fus në Europë, thot. Por kur Bashkimi Evropian ka Bashkimi Evropian ka vënë mur, rrezikon veten ekzistencën e vet deri në 2030-ën, kështu siç po vetë gjeopolitika botërore. Po kur kemi Don Kishotin e Surelit, se ky është personazhi, ky është as Don Kishot, ky është Sancho Pancho. Vërtet, po. Ky është Sancho, ky është budalla që beson budallakinat e padronit. Padroni këtij është Sorosi, këtë e morën vesh. Ky është kuklla e Sorosit, ky s'është i fortë. Ky tani është, nuk e di, po krijon iluzione, i futi të gjithë njerëzit në burg. Po. Futi Erion Veliajn, e dha masën sepse e pa që Erioni edhe mund ta sulmonte, sepse 12 vjet konsum mund t'ia rrëzonte Tiranën. S'donte të jepte fuqi Berishës, sepse rrëzimi i Tiranës jep për gjithë vendin. E faktorizon kundërshtarin. Erion Veliaj nuk ka qëllim të bëhet kryeministri i Shqipërisë, do të bëhet kryetari i Partisë Socialiste dhe pastaj të luftojë për atë punë. Janë gjëra më të thella për pacientët ato. E futi. Edhe ka marrë këta konkubinat e reja, domethënë është shumë e turshme që brezi jem të jetë servil. Në fakt kështu është shumë e turshme. Në çdo ministri dhe administratë të lartë të shtetit të ke persona që nuk kanë lidhje me profesionin. Kanë lidhje vetëm me zbatimin e urdhrave dhe me gatishmëri gatitu që i bëhet ministrit, zëvendësministrit dhe drejtorit. Ilva Gjuzi është askushe. E kam parasysh historinë e vajzës është askushe. Po. Juve zonj keni një jetë në arsim. Juve jeni në listë hapur, super e rrezikuar, sepse ka shumë luftë brendshme, ndërkohë që Ilva Luzi është në listë sigurt garante që do të deputete. Mes jush ka një hendek moshe dhe eksperiencë dhe pjekurie shumë të madh. Po dhe intelektualiteti. E lë me bishti ata për formim. Fuqia jote ç'është? Ti je një nënë e mirë, bashortë e mirë, zonjë e nderuar e qytetit, kolege e mirë. Fuqia e Ildës ç'është? Ildës ç'a e ka ajo? Është drita e diellit. Po. Më shtriu ylli tha. Më ka shndritur ylli, i bëra çik servilizma mretit, edhe u gjenda në listë. E kupton me çfarë po konkuron zonjë? Kemi dy modele krejtësisht të kundërta nga njëra tjetra. Do me thënë, kemi modelet e listës Ramës, që janë kështu si thoni ju me rastin e Ilvës, por edhe me rastet të tjera, po t'i marrim në analizë dhe kemi një listë. Kam edhe një emër të preferuar te lista e Tiranës, Iris Luarasi. Kemi edhe një listë të Partisë Demokratike që unë pavarësisht jam në listën e hapur. Çdo emër që të merrni ka figurën e vet, ka profesionin e vet, ka disa vlera dhe merita që e bëjnë njëri të dallueshëm në një komunitet të caktuar, qoftë mësues, qoftë mjek, qoftë nga diaspora që kanë ardhur profesor dhe kandidojnë për listën e Partisë Demokratike. Pra, është një listë që për mendimin tim nuk mund të krahasohet me antipodin e vet, me këtë ku thoni juve për zonjën Gjuzi. Por sigurisht që Rama ditë i zgjedhë kështu punët, sepse e don listën ta ketë nesër gur ose mozaik për t'i ndërtuar ato pamjet e mozaikut ashtu siç thon ai, dhe këtë ne kemi provuar gjatë gjithë kohës që ka pasur. Lista e Ramës e mbyllur në Tiranë është lista e luftës. I duhen njerëz që bërtasin, padyshim, që janë servil par excellence, edhe që nuk kanë integritet. Kështu është. Duhet vetëm me fol për të më mbrojtur mbretin. Në 12 vite rilindje nuk kam parë servilizëm të ngritur në institucion. Filluar që nga kryetaria e parlamentit është ky Skënderbeu këtu, pastaj i lëshoi pllumat edhe Ulsi Manja. Tha ky do jetë heroi kombëtar në 2030 se do na fusin në Europë. Pastaj kjo Helena çajn këto filizat e vegjël, petalet e vogla të lulës së shkalafëndur. Është lodhet shumë mreti, ka 2 ditë pa ngrënë, kupton? Dhe këto jepen në media kombëtare.
Dhe këtë e shikon edhe fshatarin Zgosht, edhe fshatarin në Koplik, edhe fshatarin Liboftë Fierit, edhe në Delvin, edhe në Finniq, edhe në Konispol. E shikojnë sepse pasi marron punën në tokë ai, ulet me zonjën e vet, ha bukën, edhe do shoh. Darkën hap televizorin, shikon lajmet, del kjo. Nuk ka filtr. Ky është pushteti mediatik që Ama duhet të ketë një filtr. Nuk mund të bësh dot servilisëm ta ngresh në institucion. Rama ka luajtur shumë imazhe dhe këtu retorikën tjetër e ka bosh. Kushdo nga neve, po të një niveli caktuar shkollor, ja bëjmë analizën dhe shohim se çfarë zero del. Por imazhin përmes mediave e ka kuruar jashtëzakonisht. Tani, padyshim që ai që është në çdo fshat të Shqipërisë qendrore, veriore, jugore, beson televizorin kur e hap, sepse nuk është i prirur të analizojë, të ketë mendim kritik dhe analitik, por ai thot po, unë shoh TV-shon, unë shoh Klan, unë shoh një tjetër televizione, të cilat ja japin të gatshëm, ja servirin beso këtë gjë, me figurë, me imazh, me vepra e të tjerë. Dhe padyshim që ai është një qytetar që do të jetë peng i këtij imazhi. Prandaj unë thash që qytetarët shqiptar duhet ta mendojnë mirë, të gjithë banorët, të gjithë shqiptarët. Ne jemi në kufi të zhbërjes kombëtare. Nuk është reale shifra e censit për banorët që janë në Shqipëri, siç nuk është real shifrat që sa nxënës ka sot sistemi ynë arsimor. Janë shumë më pak. Sot banorët e Tiranës kanë mbetur të një moshe të thyer dhe të moshuar, sepse brezi i ri ka hikur, ka fluturuar jashtë vendit. Ndërkohë që këtej tentohet të krijohet një shtet bektashi që nga ana tjetër vinë në Afganistan dhe persona nga lindja e mesme për të instaluar në një zonë tjetër të Lezhës. Pra shikoni çfarë lëvizësh në kuptimin pak mbi nacional për ta ndërtuar këtë vend tonin si një shoqëri kozmopolite, për cilën Rama ka shumë qejf ta quajë Tiranën, por dhe gjithë kjo politike mbrapsht ta quajë Tiranën si një qytet modern, kozmopolit. Po, ka qytete të tjera kozmopolite, por janë nga 40 milion banor, 60 milion banor, dhe janë kryeqytete kozmopolite. Kujdes zotëri, Tiranën ti nuk mund ta bësh, dhe Shqipëri nuk mund ta bësh një shoqëri multietnike. Pa ruajtur ashtin e vet, pa ruajtur boshën e vet identitar, pa pasur dhe pa mbrojtur shqiptarët e tu, qytetarët e tu, i ke detyruar të hikin, janë 1.100.000 sot të ikur jashtë vendit. Një pjesë e madhe e cilëve nuk kthehen në Shqipëri, sepse shikojnë si po ka ta ndisur. A mendon ti për shkakun që tezat e Çubrilovicit kanë gjetur fund pas 150 vjetësh? E gjetën një lloj realizimi për Shqipërinë? Kanë krijuar 150 vjet para, po e llogarisim gjysmën e shekullit 19. Po. Edhe i zbaton Rama. Sot i zbaton Rama. Pra, ti po thua me pak fjalë që parlamenti jon artikulon shqip, po mendon serbisht. Jemi në të njëjtën pikë takimi. Pra, këtu ka një dëshirë, unë e quaj strategji për të larguar. Ajo nuk thotë hikni, por ti e ke çuar shëndetësinë, e ke çuar arsimin, më detyron më të jap dorëheqjen. Ti më detyron të hiki, të largohem nga vendi im, po nëse hikën, ti po e popullon në kuptimin modern të fjalës, si një qytet kozmopolit, dhe po i bën një shoqëri multietnike. Mua kështu më rezulton. Është shumë i mirë turizmi. Po ty të vinë turist, të rinë 2 ditë, 3 ditë ashtu tek rrotull pazarit të ri në dyqanet e qofteve që janë aty, nuk kanë gjë të keqe, por këto shikojnë se shikojmë me sytë e mi këtë pjesë. Sektori... Por nga ana tjetër ty të kanë hikur zotëri 1 milion njerëz dhe për një Shqipëri kaq të vogël, kjo është një gjë alarmante. Çdo kryeministër tjetër duhet kishte si detyrë parsorë rikthimin e kombasve të vet. Jo largimin e tyre, si për të mbajtur këtu, kë do mbajte? Çfarë do bënte? A Spanja një nga vendet më turistik të Europës? Po. Padyshim që po. Ka filluar me General Francon. Në regjimin e tij, ai dha përparësi sektorit të tretë shërbimeve që është turizmi. Po. Pse kaloi në recesion ekonomia spanjolle? Pikërisht pra sepse u bazua vetëm te sektori i tretë, pra që është turizmi. Nuk ja shpjegoj dot ndryshe shqiptarëve, ka ngrënë Spanja me turizmin. Nuk mund ta kthesh dot turizmin ti në pikë kyçe. Më të fortën. Kur nuk kthehet dot turizmi. Ose duhet bësh politikë si Zvicra, se ne kemi klimë më të mirë se Zvicra, ose do të bësh gjithë pasur këtu Monte Carlo. Le të bëhet hapet thesi të vinë gjithë huajt, ose kaq. Ose duhet i futesh industrisë. Po. Tash në dienin time ne nuk prodhojmë as shkrepse. Edhe unë di që nuk prodhojmë gjë. Nuk prodhojmë gjë. Nuk prodhojmë gjë. Do të thënë prodhimi jon i brendshëm bruto është 0. Kështu është. Si do ecim neve të futemi në Europë? Për çaj duhemi ne, se fut ditës kur neve bashkëpunojmë bashkë. Ti vjen këtu te podcasti im, kemi dy një interes. Interesi jot është që ti të dalësh këtu dhe të promovosh idetë tua, interesi im është që unë të marr orë televizive, promovoj dhe unë vlera. Win-win situation, a kupton, është simbiotike.
E kanë zogj bufagus me krokodilat Nil. Hap gojën krokodili, futet ai lloj zogu që quhet bufagus e heq parazitët. Në asnjë lloj rasti nuk është evidentuar ndonjëherë që krokodili ta mbylli gojën e ta vrasë atë në pabesi, sepse është marrëdhënie fikse. Edhe puna e Bashkimit Evropian. Neve aderojmë Bashkimin Evropian, po, sepse ne duam të marrim nga Europa disa ligje, po dhe neve duhet të integrojmë disa vlera Europës. Cilat janë vlerat që integrojmë neve? Pastrimi parave. E kjo është kuptuar mirë, por është interpretuar gabim. Pra kjo qeveri është e prirur ta interpretojë këtë erën globale si vetëm përthithje për të shkuar në Europë. Nuk mund të shkosh në Europë pa pasur vlerat e tua nacionale, pa pasur vlerat e tua kombëtare. Domethënë, kurdo qofsh ti mund bësh një italian, po ti atë boshtin tënd prej shqiptarit do ta mbash. Nuk mund të shkosh ti në Europë duke mos ditur shqipen, duke pasur rezultatet që ka treguar sistemi PISA-s katastrofë, duke pasur sistemin shëndetësor mjeran, duke pasur drejtësi në gjendje alarmante, më kesin në vitet e diktaturës. Pra, Europa është padyshim një derë e madhe për t'u hapur, por dhe vetë europianët kur bëjnë seminare aty ku kam qenë dhe kam marrë pjesën të paktën, ti shkon në Europë, po ti mbart me vete dhe zhvillon fort ato njësitë e tua, tiparet e tua, nacionale, identitare. Por mund të jenë disa të mira dhe disa të pëlqyeshme dhe të pëlqyeshme për atë tjetrin atje për të huajn, por ti nuk e shbën dot atë, nuk e shbën dot këtë pjesë të tënde që është ashtu siç e kemi trashëguar brez pas brezi. S'është problemi, o Lili, nuk është problemi motra ime vetëm tek vlerat. Është problemi që që politika është parim biznesi. Po, edhe kjo, padyshim. Çam jep Shqipëria mua thot komuniteti Parlamenti Evropian, Komuniteti Evropian, Komisioni Evropian, quhet si duash ti. Vin evidencat. Po. Çfarë prodhon ky? Sa metra katror ka tokë pjellore, bujqësore? X kilometra katror. Nuk e intereson. E mbaj vetëm një plantacion në Francës gjithë Shqipërinë. Po, padyshim. Gjithë Shqipërinë me domate, me patate, me gjitha e mbaj nga Franca. Iku kjo. Okej, e kemi këtë plus. Kalojmë te hapi 2. Kjo toka është e njësuara, është e panjësuara, po është me ripa, parcela. Po, shkon një evidencë tjetër që vllai me vllajën janë vrarë për një rip toke. Ka kaq bilanc lufte të vdekur mes njëri tjetrit për çështjen e tokave në Shqipëri. Dhe kjo nuk është vetëm ligji famkeq 7501. Kjo është edhe vullneti i shqiptarit për t'ia zgrëbur tokën tjetrit. Ashtu është. Është vullneti jonë, ti mund të bësh ligj mua ik vritë Lilin, po nuk desha unë të vras Lilin, nuk e vrasën, i shmangem ligjit. Padyshim. Këta qëllimi justifikuan mjetin sepse ne jemi shoqëri makiaveliste, mercenarësh. Aq më tepër në 12 vjet ne kemi treguar që jemi vetëm mercenarë, si në pjesë dërmuese. Kështu tregon. Pra, kështu është fakt, ky është reality check quhet. Po. Pse jemi këtu në grop marrësimi? Po, sepse prindrit vet votuan që zysh atyre të ishte një idiote funksionale që t'i jepte fëmijës vet notën, se mos t'i prishte mesatarja që ai të shkonte dhe të kapte një bursor ose janë jashtë. U vra djali Martin Cami. Po. Ndjes pas Angel i vogël. Po. Ende sot nuk kanë avancuar një komision që ka ngritur Ministria e Arsimit për të hetuar dhe për të dhënë vendimet administrative për situatën, por dhe nga gjykata ende nuk ka asnjë vendim. Minimalisht duhet kishte dhënë dorëheqje ministrja. Po, e kemi thënë këtë gjë. Minimalisht drejtori i policisë. Po, patjetër. Minimalisht edhe drejtori i shkollës. Edhe të tre duhet ishin në SPAK. Duhet që ndën dorëheqje vetë. Duhet ishin dorëzuar vetë drejtësisë, futën tani edhe ku kemi shkelur neve kompetencat tona që s'ka shkuar. Nuk ka ndodhur, shumë e rëndë. Ishte akoma dhe më e kopshme. Nuk e presun dorëheqjen sepse dorëheqjen vetëm Fatosnano ka ditur me dhën këtu në Shqipëri, as i tjetër nuk e ka dhënë. Dorëheqjen ai për 1001 arsye të vetat, nuk është se e bëri nga burrshtetasia. I ka vajtur laku deri në fytyrë që o duhet të japësh dorëheqjen ose do kesh probleme tjera. Më e kopshme ishte reagimi i prindërve. Po, Rama e kam ndjekur hap pas hapi këtë situatë shumë të rëndë. Është një nga ngjarjet më të kopshme të historisë së arsimit shqiptar, vrasja e voglushit Martin Cani në derë të shkollës. Dhe Rama krijoi një alibi, të mbyllim TikTokun, që aty filloi alibia e TikTokut, të bëjmë takime me prindrit dhe mori disa mira firma, kështu siç pretendon ai, po kush i din, unë s'besoj se është e vërtet, mori për të mbyllur TikTokun. Megjithse, siç kanë thënë ekspertë dhe siç është shprehur prindi i djalit që tashmë është në Snapchat. Ky fëmijë nuk ka pasur TikTok. Në pas Snapchatin. Po, ka pasur Snapchatin. Pra, gjithsesi është një përdorim
jashtëzakonisht makabër i kësaj situate për ta devijuar gjithë historinë e kopshme të arsimit në një mbyllje TikToku që nuk e interesonte Ramës për fushat, sepse siç dihet nga të dhënat statistikore, Rama nuk ishte i pëlqyeshëm në TikTok. Dhe kjo e shqetësonte sultanin, si thoni ju, dhe tha më po e mbyllim, fushata po afron dhe po e mbyllim. Kjo ka qenë historia shumë e thjeshtë, pavarësisht se ministria dhe sultani dëshiron ta paraqisë si një histori të komplikuar dhe si ruajtje të fëmijëve dhe të shëndetit mendor dhe fizik të fëmijëve. Nuk ka lidhje TikToku me historinë që ka ndodhur në shkollën në mes të Tiranës. Po të kisha ndodhur në Greqi, nuk po të futem në Amerikë. Do kishte protesta masive. Prandaj them unë që ne shqiptarët, ne durokemi shumë, por kjo ka ardhur si bartje e një shtypje të gjatë që kemi pasur në kohën e komunizmit. Nuk ndodh, keni parë protestat në Beograd, protestat që bëhen në Greqi, edhe në vendet e Europës Perëndimore, padyshim, dalin në rrugë, gdhin dhe ngrysin qindra mijëra qytetar derisa ta fitojnë të drejtën e tyre. Serbi mund ta urrejmë sa të duam neve, po serbi na ka dhënë një leksion demokracie, që jo Vučići si motra e sultanit, se këta janë motra, se janë liberal. Nuk dihet se çfarë prirje seksuale kanë me njëri tjetrin. Iku. I ka vajtur këtu. Ky që donte me bë lojën Kinë, Rusi, Amerikë, Bashkim Evropian, lojtar se. Aman qytetarët që ndruan fort aty, kanë bërë 10 kilometra në këmbë. Ndodhi dhe tjetra që policët, gardianat pasi morën urdhën, ja hodhën kasketat, nuk godas djalin tim tha. Kurse policët këtu, edhe pse ka zotrim burra, edhe na kanë thyer në mes. Po, është vërtet. Kam parë dhe unë raste të ka dhe nga ata zotrinj që unë i du fort dhe i respektoj, unë i takoj në çdo lloj protestet PD që kam marrë, në fund fare kam taku policin, se në fund ditës paguhet nga unë dhe nga ty. Nuk është i Ramës ai, as i ministrit, është Joni. Kështu ja kam unë konceptin. Kështu është i shtetit, paguhet me taksat e popullit, po. Por nuk kam parë ndonjëherë një demonstrim, një figure eksponentit lartë policisë që toj shikoj vëlla, unë nuk e zbatoj këtë urdhër vëlla, unë nuk i godas rinin e këtij kombi. Po sepse Rama i mban peng dhe kjo politikë i mban peng me bukën e gojës. Domethënë, të gjitha strukturat tona janë të politizuara dhe nuk e kanë atë ndjenjë revolte, atë si them grim qytetarie për të reaguar ndaj shtypjes. Prandaj unë përsëri i rikthejmë asaj që thash. Ne jemi një popull që kemi duruar shumë, por mjaft është mjaft, domethënë sot o kurrë ne duhet të çohemi dhe ta tregojmë me vot që kjo qeveri nuk meriton as ta pretendojë një mandat tjetër, jo më të përgatisi fushata elektorale dhe të mbushi sallat me patronazhistë dhe të ruaj. Që PR-i Ramës ka rënje të dukshme? Po, është. Këtë do thotë shpeni që kam 4 vjet që studioj atë. Fakti që po e mban në PR-in vetëm me batuta të një niveli jashtëzakonisht të dobët është vërtet ordinare, për të thënë vërtetën janë batuta të nivelit ordiner. E dyta e ka humbur fare sepse më në fund doktori doli dhe tha shikoj se bufi është një gjë, sepse kanë dhe një gjë brenda PD-s. Nuk din si ta mbrojnë doktorin. Ai thot bufi kënetës ta kompleksohen. Isha në News 24 të Ola Bruko. Ato tha ora po thuhet bufi kënetës. Nuk kisha folur me disa etolog. Po. Që kisha nxjerr një buf Rama, se unë e studioj Ramën, armikun duhet ta studiosh. Që nxjerr një buf nuk ka shpend të shëmtuar, që është vërtet. Bufët për shembull janë një nga shpendat që unë i dashuroj shumë, janë shumë të bukur, si koncept. Mënyra se si lëvizin, mënyra se si shikojnë janë shumë komik. Ai bufi kënetës që quhen ky buf kënete, ha parazitët ekosistemit. Po. Ruan ekosistemin atje, dhe bufi ose kukuvajga, që është familja e bufit, është shenja Athinas, që është wisdom në antikitetin pelazgjik. Po. Në antikitetin pelazgjik le ta quajmë se e kanë ndaluar Harvardi mitologjin greke, është në rishikim prap. Ose nuk është gjë thjesht kjo Greqia, nga doli Greqia në shekullin 20-19 kur qysh si tek. Mos t'i futemi nacionalizëm, se nuk jemi për nacionalizëm, as nuk jam një nacionalist i madh, po që historia duhet rishkruar. Kjo është pak për e sigurt. Edhe po i kthemi antikitetit të hershëm. Është shenjë wisdomi. Shqyr që del doktori dhe thotë më ka krahasuar me bufin që është simboli i mençurisë. Tash që ti të mbrohesh vëlla, ti duhet të kesh njerëz adapt që padyshim. Plumbat që het Rama, si thot Krishti, qofshin fal, me gure që do godis juve unë do të ndërtoj kisha. Me baltën që hedhin kundër Berishës, duhet ta marrësh, ta ambalazhosh, ti thosh dalë vëlla, se është kështu. Kjo lloj etiketimi. Një pjesë e PR-it aty pikërisht për këtë rast që e kam ndjekur,
ndoshta mendoj unë ka qenë dhe ideja ta lëm të flas sepse nuk mund të indiferenca në kuptimin e lënies së një personi në kocsinë e vet, në budallikun e vet. Por përgjigja është dhënë dhe pikërisht me këtë që bufi si është wisdom pra vetit dhe dobit e kam plasuni pari, pastaj pash Berishën dije, jo më larg se dije dhe mu bë qefi që Berisha më në fund e mori stafetën vetëm i tregu këtij që në totem bufi është mençuri, nuk është dhe është dobi. Kur mua më thonë je gomar o gash, unë kam krenari, se gomarin gjan shtigje. Po. Është më kafsha më inteligjente. Po, i zgjuar, po. Këta nuk e dim vlla. Këta dinë që por është për të ardhur keq që fushata e Ramës ka mbetur pikërisht në këtë batutë që tham, domethënë në këtë nivel kaq isharak, por vit pas viti me këtë nivel. Tallava, tepsi, timon, një muzikë jashtëzakonisht dobët, një dajre që digjet në zjarrat duke u inauguruar një rrugë. Pra, një kryeministër që të jetë me këtë nivel fushate është keqardhje. Ndërkohë që Partia Demokratike ka programe të mirë strukturuara, të organizuara, edhe nëpërmes buxheteve të realizueshme me ardhin e saj në pushtet për të realizuar. Dhe të jemi të qartë që Partia Demokratike çfarë ka thënë edhe më parë i ka mbajtur dhe i ka realizuar. Kurse ky thot shumë dhe nuk bën asgjë. Të merrni vetëm ujin e pishëm që thoshte qur ka ardhur Erion Veliaj, por dhe ky në mandatin e parë. Ju do të keni të gjithë 24 orë ku është Tirana sot. Përveç plurit dhe ndotjes publike. Dhe po çdo gjë që ka thënë ai ndër vite ktheheni mbrapsht dhe jemi neve sot. Këtë duhet të ketë populli, kaq nuk ka nevojë për zyrtarësi. Telekomedinë e Cekës Beratit. Po, patjetër. Kur ishte Barbullushi, që ai ishte deputeti në Berata, vetëm në fshatat janë. Dhe juve do keni ta 24 orë drita dhe ujë në muaj. Në muaj. Ti se ke dëgjuar pjesën në muaj që ka thënë Rama. Se ai flet me spazma, kupton, flet me ndajshtime, me heshtje, ka heshtje skenike. Ta ka thonë 24 orë në muaj kemi dhe e ka mbajtur premtimin. Edhe 300.000 vende pune i hapi se largoi 1 milion veta pra. Janë hapur në thelb, janë hapur ato. Kanë lënë 1 milion veta punën. Mbaj mend shumë mirë 300.000 vende. Ai është 3 herë më shumë se çka premtu. Po të pyesësh mu. Po ti isha unë pjari PD-s, unë do merresha vetëm me premtimet e 2013-s. Sa i ka thënë 2013-a? Po e shkuar dëm të merresh me premtimet, se populli e din, populli këtu jeton. Do tallesh. Po, patjetër do tallesh, por populli ka nevojë për alternativë dhe sot ne jemi në kuptim në biseda direkte i themi paga minimale 500.000 lekë, pensioni minimal 200 euro, rroga. Po duhet ta kuptojmë, pra kjo është ajo që them unë, kjo vedia pa kritikë analitike, ku jetoj unë sot, çfarë të ardhurësh kam unë sot, si e kam dotjen, si i kam çmimet, ku i kam pagat, si i kam shëndetësinë dhe arsimin. Po këto do njeriu kur shkon në familje, kur ai që bën një familjare. Juve me shumë drejt that Rama e merr me dajre, me tepsi, me kazan, me tallava, me gjitha. Unë kam një pyetje krejt naive për ty. Mos valla Rama është duke folur këtij populli më drejt për drejt se ç'po i flisni juve. Po unë nuk dua ta kaloj diskutimin. Nuk dua ta kalosh këtu. Më dhimbset pjesa që s'ka dhimbje aty, je para realitetit. Po ky është dështim i madh nëse ky popull meriton një dajre dhe vetëm po nuk besoj. Je akoma e bindur që nuk është dështim? Më çuditë. Është dështim i politikave, por jo, unë nuk dua ta kaloj në kuptimin antropologjik që ky popull kaq mendon, kaq i takon, le ta mbaj me shëndet. Unë besoj që ky popull ka nevojë të zgjohet dhe do zgjohet përmes programeve të Partisë Demokratike dhe shpresës që neve në fakt ja u kemi fruar dhe ne kanë dhënë dorën. Rama është mjeshtër i përdorimit të imazhit, por të imazhit fals, domethënë të imazhit iluzion, që të mbush atë që thot populli, ta mbush lugën bosh, ta jep lugën bosh, domethënë për të ushqyer. Ky popull meriton shumë më tepër dhe nuk ka lidhje me ideologjinë primitive dhe fare ordinere, siç thatë, po përdor këtë fjalë që i servira i njerëzve. Ka njerëz janë larguar nga politika dhe sot janë rritur fasha e gris, fasha asnjanse pikërisht sepse nuk e hapin televizorin, sa herë shohin fytyrën e Ramës ose të Partisë Socialiste, leq ai del vet, nuk i lë të tjerë të dalin në media. Është një film. E fik televizorin. Është një film që më duket e rënë në kuptimin nacional, prandaj nuk dua ta pranoj këtë gjë. Më duket nuk mund të katandiset një popull i tërë me një aheng dhe me tallava të tillë. U katandis më është fakt. Por jo, po shikoj çfarë bën, ka rritur punësimet me kontratë, ka rritur u jep pensionistëve, ju ka dhënë, dini pra të bonusin e pranverës. Dhe ju thot më votoni mua, e thot sepse unë do t'ja rris përsëri, do ja bëj vit për vit ose 2 herë në vit. Kuptoni çfarë mashtrimi është përdor Rama? Ramën, por shpend gashe në kushtet hyjnore, po t'ishim në Eden, në rastin më të mirë do ta me bindje, vetëm për roje rrushi, se është i gjatë, nuk ka nevojë të
të paguash 3-4 roje, se i shikon ky, si kallëmi që rritet Përdor në dolec, fekale, ose po. kupton, rritet kështu. Vetëm aq që duhen, më thënë, gjëja më e zgjuar te Rama është 2 metroshi që i ka dhënë Gen Imamit dhe i babit. Vetëm për roje rushi në kushtet optimale. Sa ishte mediokër, në çfarë do lloj fushë jetës vet. Se unë e shikoj. Po, kështu, edhe specialistët kështu thonë. Është mediokër. Ai është mediokër, por ai ka punuar për një mediokritet popullor që të jetë më i pranueshëm nga mediokrit popullor se sa unë dhe ti që flasim për program. A kupton ku ka arritur? Shiko çfarë ndodh në terren. Rama bën punësime me kontrata. Dhe njerëzit sot janë aq të etur për punë sepse kanë bukën e gojës së fëmijëve. Dhe edhe pse janë të djathtë, ato një pjesë e tyre thon po, unë do ta votoj Partinë Demokratike për mos më tako, sepse kanë presion. Pra, ai luan me këtë lloj retorike të ulët, ordinere, nga ana tjetër ka bërë ofrime, kontrata punësimesh, nuk e di, ndere të tjera që bëhen në momente elektorale, derë dhe siç kanë thënë organizata ndërkombëtare, derë edhe ka shpërndar para dhe të mira materiale pikërisht për fushat. Ja, pe USAID-in çka ka bëu USAID? Po të gjitha raportet që kanë dalë nga Bashkimi Evropian, nga organizata të ndërkombëtare pas zgjedhjeve kanë qenë përdorimet e mjeteve të pushtetit për të arritur fitoren dhe për të marrë votat. Pra, sigurisht që ky popull ka nevojë të ketë shumë më tepër të fortë ndjenjën e kundërshtisë dhe ndjenjën kritike për të mirën e vet, vetëm për të mirën personale. Por nga ana tjetër, ky ka shfrytzuar pikërisht këtë periudhë të fushatës për të dalë me barsaleta, me batuta qesharake të nivelit ordiner, që për cilën unë besoj se populli në të vërtetë nuk e beson. Është i kushtëzuar ky popull dhe kjo është puna që duhet bëj Partia Demokratike, t'ja zhveshi perden dhe ta tundit i thotë jo, ky mundet. Pra ky është një diktator që ky mundet. Ai luan sot dhe thotë 2030. E di ç'do thotë 2030? Që unë këtë mandat po e marr. Dhe unë tani jam ke 2029 për 2030-ën dhe të njëjtën gjë ka bërë dhe në 2017-ën, luante gjithmonë me 2 mandate për te, duke i thënë njerëzve, unë jam Bashkimi Evropian, unë do t'i bëj pagat kështu, arsimin, pyllën orbitale ai tjetri, domethënë këto çfarë ka qenë i Albanian për anijet kozmike, pra të gjitha këto çfarë ka pasur megalomani që një populli të varfër, jo shumë të civilizuar, jo modern, e glabërojnë dhe pastaj niveli i ulët, pra këto lloj 2 standardesh të nivelit të retorikës që po tani neve se modern, ne me përdoruesit pyllin orbital. Ne me përdoruesit e kokainës më të mëdhenj në Europë për numër popullsie. Siç jemi dhe numri 1 ndër 10 vendet me largim të trurit më të lartë në botë, 1 ndër 10 vetëm në botë që largojmë trurin. Dhe ky ka gjetur pikërisht të tallava pastaj për të përdorur një turgjisëm për të kubitur në momentet e caktuar popullin. Tani që ti vendosim pikat mbi sh, se mbi i kemi vendosur. Ka 2 arsye faktor që ka ardhur kjo lloj gjë. E para, ose populli është nuk e di domethënë, ose PD-ja është nuk e di domethënë. 2 gjëra ka. Se Rama, më thënë, unë nuk mërzitem qoftë se gjarprin pickon o Lili, se në fund ditës gjarpri për atë punë ka ardhur që të pickoj. Rama po bën Ramën. Rama është një politikan pervers, i datuar për perversionet e veta që në vitet e hershme. Është mekanizëm, është një automat, është një mekanizëm që ai e përdor. Është manuale. Është manuali i perversizmit. Ai ditë kapi epshet e robit. Ai ditë luaj me epshin, ditë luaj me erosin, ditë luaj me erotikën, ditë luaj me perversionet që çdo lloj njeriu nga nesh i ka. Ai të bën të përfaqësohet se nuk të gjykoj. Te kjo pjesa. Po, edhe jam shumë dakord. Siç edhe punoj për ta zhbër Partinë Demokratike me gjithë këtë kalvar që kaloi në këto 2-3 vite. Tash ma futet një herë turp të vi. Ma futet 2 herë turp në vi mua. Po mirë, prandaj u ringrit Partia Demokratike. Është e qartë që ishte një skemë e organizuar që të zhbëhej Partia Demokratike. Dhe u ringritëm. Dhe jemi ringritur shumë mirë sepse funksionon në të gjitha strukturat dhe jemi në fushat të gjitha aktive. Kështu që nuk dua ta shoh me gisht të drejtuar vetëm tek një faktor, tek populli ose tek politika dhe Partia Demokratike. Rama është një autokrat dhe një neodiktator që meriton të mos e mbajë më pushtetin. Madje unë besoj fort që do të vijë radha të shkojë ai në SPAK dhe të hetohet dhe të gjykohet për çfarë ka bërë me këtë popull. Për miliona euro që fluturojnë nga kurrizi i njerëzve dhe atyre që sot nuk sigurojnë bukën e fëmijëve të tyre në shtëpi. E di pse është i frikshëm Rama këto zgjedhje? Jo nga SPAK-u. SPAK-u për mendimin tim, ai në mos nuk e kontrollon, ka leva të fuqishme që mund t'i diktoj. Po. A kupton? Sepse i ka dhënë dorë
Po. Mund të blej gjysmë, siç e bleu opozitën, një herë e blen prap. Me herën e parë ke mundësit me u prezantu, pastaj bëhet rrugë. Edhe mund ta shkrijë dhe spakun, siç ka ndodhur në Maqedoni. Po dhe ka thënë deri diku. E ka artikuluar e gjitha me radhë. Frika e Ramës dikush është. Sepse i duhet edhe frika ime më e madhe për këtë fushat. Sepse atij i duhet pushteti për të shmangur gjyqin Amerikë, zonjë. Po, dhe kjo është thënë, dihet edhe kjo gjë që ai do ta mbaj fort pushtetin me thonjë për të mos u dorëzuar organeve të drejtësisë. Rihapja e dosjes së Rusisë, e financimeve ruse, ku është edhe me Gonigali. Dhe ky zotëria është përmendur 44 herë. Deri dje kishte Kimeten, guvernatoren aziatike që iku si fotomodele këtu, erdhi u bë seksi këtu, se na erdhi si burr. Po. Bashkë me Blinkenin që është non grata në çdo institucion. Nuk po flasim më për konspiracion, se para 5 nëntorit dukeshim si konspiracionistë në që thoshim këto gjëra. Tani që është e zeza mbi të bardhë, po është e zeza mbi të bardhë. Ai do me mbajt pushtet. Çfarë do të thotë kjo? Ai dhe sikur të fitojë këto zgjedhje, edhe sikur të fitojë me numra, ai nuk do ketë kurrë mundësi ta mbajë më shumë se 6 muaj. Po e di çfarë është e keqja? Sepse ai është si romakët kundrit Kartagjenës, ai do të tokë djerr, ai do me pa gjak siç pa 21 janar. Ai do vetëm gjak. Kur ti ke vet do me marr shumë me veta. Ai do me fut vendin luftë civile, sepse po tishe një burr shtetas i përgjegjshëm, duhet kishte ikur vet. Jam në një mendje me. Po tishe burr shtetas i përgjegjshëm, ta gjojnë pacientët. Se nuk i rrezikohet jeta ime, vajzës tënde, e vllajt tim, e ergit, e tjetër. Pra, jemi neve që lëvizim në rrugë, jemi neve do përballemi me dajet e fuqishëm të plagjeve që dalin me pistoleta me gjëra kur bie shteti. Nuk është Rama, X, Y janë në Surrel, ikin, hipin avionit, ikin në ekzil. Këtë duhet kuptojnë njerëzit, që ky është i gatshëm, ky i di që zgjedhjet i kanë të humbura, ky i di që njerëzit që kanë fituar fushatën e Trumpit, që është fushata më e vështirë në historinë e Amerikës, mund ta themi me plot gojë, tër sistemin kundër edhe ai fitoi, po vin datën 11 prill. Do të vinë ekspertët amerikanë. Vinë ekspertët, vinë sherifat. Edhe din që koka këtij është në tav. Dhe ky po bën çmos. Jam shumë dakord. Po unë nuk do ta avancoj skenarin me fitim të këtij dhe me zgjedhjet parakoshme para 6 muaj. Pas 6 muajsh. Unë mendoj dhe besoj fort dhe dua t'ja them edhe qytetarëve që na dëgjojnë. Ne duhet ja japim shuplakën tani me 11 maj dhe do t'ja japim dhe nuk do të jetë më në pushtet Rama, sepse nuk i takon të jetë, e ka mbushur dhe e ka derdhur me ligësira dhe me plot korrupsion dhe me një sër çështjes pafund problematikësh dhe antiligjore që i rëndojnë kurrizat e këtij populli. Nëse duam ta lehtësojmë veten, ne duhet i themi këtij ik dhe këtë e bëjmë vetëm me votë. Prandaj më shova fort të gjithë idesë për të vetëdijsuar dhe për të pasur pikërisht gjykimin kritik edhe të atij banore që është në një zonën më të humbur të një rrethi malor ose rural, për të mos besuar lajmet që dëgjon aty, por për të vrarë mend dhe thotë ku jam unë sot. Ku i kam të ardhurat, ku i kam pronën, ku i kam sigurinë, ku i kam fëmijët, ku i kam arsimin, ku i kam drejtsinë. A jetoj më mirë apo ku i kam urbanizimin që thotë ky? Rëndësi ka që u prish komshiut shtëpia. Po, edhe kjo, kjo është një gjë pastaj. Ai bëni Rama gat, na e nxori shtëpinë vit parë. Kaq, ke dastiri ti. Kam parë, po, keni. Po ke dastiri ata të vijës dytë që dolën vit parë u kënaqën edhe nuk u çuan më në protest. Kur e morën vesh i bleu ky, ta nuk ju prishim juve, do prishim vetëm këta. Kjo është divergjenca që funksionon në popull, është. Pikërisht pra neve kemi një urrëtie të brendshme për njërin tjetrin. Unë po të them vetëm kaq, është i frikshëm sepse do me maksimizu çdo lloj vote të mundshme. Ka çuar në fier e dashur Belinda Ballugun me gjithë drejtuarët më të mëdhenj të gjithë qarqeve të Shqipërisë kanë zbritur në fier. Që kjo është edhe e jashtëligjshme. Çfarë do një tjetër të vinë në fier vëlla, të vit dislokohet në fier. Ky është Rama, prandaj populli duhet ta ky është Rama. Duhet ta t'i japi përgjigjen me votë. 11 maj është shumë afër, 40 ditë jemi nga 11 maj. Është vetëm vota ajo që jep përgjigjen Ramës dhe Rama pastaj ka dyert e hapura në të gjitha organet e drejtësisë, ku siç thet në të drejtë është hapur dosja ku është edhe me Gonigal, ku është i përfshir drejt për drejt Rama. Stalini ka një shprehje fenomenale. Nuk ka rëndësi se kush voton, ka rëndësi se kush numëron. Po, nga të dyja krahët. Atë duhet merremi me numërimin, edhe juve duhet të mshoni numërimin të votave, atë jeni të komisionerat atje dhe t'i ktheni çdo vot mundshme që juve duket e çuditshme, nëse doni me rrit me zvoglu hendekun me atë zotërinë, sepse kryesori këto zgjedhje është ai mos dali me 71 mandata. Mos ketë majorancë. Mos ketë majorancë.
Padyshim. Le të jetë ai më i madhi, sepse Partia Socialiste është më e madhe se sa Partia Demokratike në elektorat, por ai nuk mund të krijojë dot qeveri. Edhe do detyrohet pastaj kodi zgjedhor të jep dytës fuqi, të hapi çeli si parin për të hapur, edhe aty do bëhen negociata pazare të tash dihet se ç'do bëhet. Unë besoj fort dhe desha ta jap edhe një herë të mesazh që 11 maj është ditë historike dhe ne do ta largojmë Ramën dhe këtë parti pushtet neokomuniste që na ka rënduar për 12 vitesh. Lili, të uroj. Besoj fort te kjo, prandaj them dhe shqiptoj me zë të lartë. Do me thënë, e besoj në plan politik si aleancën për Shqipërinë madhështore, por edhe për vete që të jem pjesë e një parlamenti për cilën do të ngrej zërin për mësuesët, për qytetarët, për prindrit, për një komunitet e cili meriton shumë më tepër, por dhe për Tiranën time, për Tiranën e dijes, pa arsimin, pa dije dhe pa ndritshim arsimor, civilizimi është një ëndër e mbetur në sirtar dhe larg realitetit. Unë të uroj shumë fat, të uroj vullnet, të uroj qartësi, sepse do duhet qartësia për t'i folur njerëzve. Uroj që njerëzve të hapin sytë edhe mos me xhet ty se çfarë do të marrin pasi bëhesh, po me do një krah për me qenë zëri, sepse deputeti në thelb është zë. Nuk siguron punë. Punën e siguron veti. Ky është koncepti që e kanë gabuar shqiptarët. Je mirëpritur sa herë duhesh gjatë fushatës. Pacient. Kur na thoni se nuk martohesh o gash. Nuk martohem sepse nuk dua që të përdor dhe unë argumentin për bukën e fëmijës e shita çik veten. Vazhdoni shisni juve, buka e fëmijës. Rama ja u largon fëmijët, po ja u largon gjithë dhe do ju largoj dhe juve, do ju lej pa varr. Edhe varr s'keni përgjetur dot më kur të disni. Do ju trajtojnë si qen. Vazhdoni, jepeni vota për rilindjen, për rivdekjen. Po mos u ankoni se nuk ja u nxjerr më faqen e bardh as dhe një lloj ankese në qoftë se ndodhe pa precedenta një parti shtet pas 34 viteve tranzicion vjen dhe merr mandatin e 4 me petale rilindjesh, servila para excellence dhe patronazhist. Në fund ditës, siç universiteti është pasqyrimi i intelektit studentëve, ashtu edhe politika është pasqyrim i qytetarëve të vet. Qofse neve kemi Ramën sot, dijeni që juve nuk jeni më pak se sa Rama, juve që e mbani. Natën e mirë, ndash bëni subscribe, ndash mos bëni subscribe, neve rritemi organikisht.